të gjithë të cilët kanë ambicie politike, duan pushtet, kanë vizion e ide për të mirën e qytetarëve, le të angazhohen, le të punojnë me çka dinë mundën dhe ju dëshiroj sukses. Por duhet ta keni parasysh që për këtë gjë nuk vendos asnjë kryetar partie, asnjë pretendent për çfarëdo posti, për këtë vendos populli. Dhe mos harroni që ka vendos populli para 4 muajsh. Pra, populli në zgjedhjen e 28 dhjetorit 51.1%, jo 50%, 51, jo 51, po 51.1% ja dha lëvizjes për vendosje, me që rast ne ju afruam shumë pranë asaj shifrës 500.000 vota apo 500.000 zemra si themi ne, dhe vetëm shikoni rezultatin konkret. Lëvizja vetëvendosje 57 deputet, ndërkaq LDK, PDK, AK së bashku 43 deputet. Pra ato trijat bashk 43 deputet. Ne lëvizja vetëvendosje me Partin Guxo edhe alternativën e PSHDK-n 57 deputet. Pra nuk jemi duke u krahasuar dy parti, po e gjithë opozita është 43 deputet e vetëvendosjes 57, plus ne i kemi edhe 9 deputet të komuniteteve jo shumis, përkatësisht pakicave, gjithsej i bëjmë 6-6. Rrjedhimisht, shikoni, njerëzit kanë dëshira, dhe kjo është normale, po nuk du të me ngatru dëshirat me faktet. Mirë, Kryeministër, 500 ishte në dhjetor, po sot do të jetë në qershor. Po besoj që qytetarët e Republikës e kanë kuptuar që çdo herë kur përpiqesh t'ia vësh digën një rrjedhje socio-historike e politike që është lëvizja vetëvendosje, atëherë do të ketë gjithnjë më shumë prurje. Pra sa herë na kanë vënë diga, është rrit prurja. E tash bashkësaktësisht sa do të jetë, do ta marrim vesh në mbrëmjen e 7 qershorit.